Përshëndetje të gjithëve. Me që tash po fillojmë edhe sezonin e turshijave, gjithmonë po mundohem para jush me paraqit recetat më të mira edhe më të shëndetshme, pa konservues. Për recetën e sodit kam përzgjedhur me përgatit domate, qysh me i ruaj domatet gjatë gjithë dimrit, pra deri në dimër, mos me u prish pa asgjë, pa i hedhur krep, sheqer etj. Tash po e shikoni këtu që në tepsien e kam mbushur me domate dhe po i ndoj domatet në mes. Pra, secilën domate e ndojmi në mes. Më shpejt do të bëhet pjekja, por edhe më vonë do ta shohim se pse po i ndojmë kështu në mes. Përafërsisht këtu kam 3 kg domate të kuqe, i kam pastru mirë me ujë edhe i kam vendu kështu në tepsi. Tash i kemi gati edhe i shti në furr në temperaturë 200 gradë që këto të piqen, përafërsisht 30-40 minuta besoj që do t'i kemi gati. Derisa po piqen domatet, këtu i kemi kavanozat, ku kena me përgadit edhe me konservu domatet. Domatet do t'i qëndrojnë të freskëta, pa asgjë, pa konservues, edhe i keni të gatshme për çfarë do lloj mënyre me i përdor. Pasi që domatet janë pjek, pas 40 minutave, po e shikoni që këto janë valë të nxehta, avullin po e vrini që po ju del, edhe tash nuk presim me uftof, me një herë të nxehta valë, i mbushim kavanozat. Receta tepër e thjesht e shpejt e përgatitjes, besoj që nëse e provoni, keni me nda shumë të kënaqur me këtë recetë. Domatet valë të nxehta i hedhim nëpër kavanoza. Mbushim kavanozat edhe me lugë i shtypim nga pak që të zojnë më shumë domatet. Domatet po i shtim nëpër kavanoza pa ja hequr lëvoren, por një mënyrë tjetër është duke ja hequr lëvoren, si të doni ju, pra keni me i konservu. Mundeni me ja heq lëvorën edhe po e shikoni se sa shpejt ju hiqet, për shkak se i kemi nda në mes edhe shumë lehtë ju hiqet lëvorja. Pra, këto janë dy mënyra të konservimit, njëra me lëvore, tjetra pa lëvore, por ju cilën doni mënyrë qësht ju duket ma lehtë, qështu edhe i konservoni. Këto rrinë të freskëta edhe i keni gati pastaj me i përdor në qoftë për gjedhëra të ndryshme, për përgatitjen e salcave të ndryshme, ose për të përgatitur ndonjë sallatë, pse jo, bëhen shumë të mira. E shikoni se sa lehtë po ju hiqet lëvorja, sepse janë pjekur edhe tash duke i shtyp me lugë, po e vreni që po ju del edhe uji mbi. Nuk ka nevoj me i shtu ujë, s'ka nevoj me i shtu as krep, as sheqer, as gjo, veç i mbyllim kapakët edhe konservimi i domateve bëhet në këtë mënyrë, por që do ju kursej edhe kohë, por i keni të gatshme në çdo moment. Pasi që t'i mbushim mirë plot, duhet me pas parasysh që duhet me lëm pak vend që kapaku me u vakumu, prandaj edhe po ja largoj pak ujin. Mjafton me pas ujë sa me i dal mbi, po përafërsisht pra një gisht le të jetë e zbrast. Uji po ju del mbi, i pastroni pak anash, pra ujin që ka rrjedh, i mbyllim me kapak edhe krejt janë gati. Me një herë i kthejna përmbes, kështu të nxehta val, edhe po e vreni që uji po ju del, shikone. E pastrojmë pak ujin që ka rrjedh anash, e mbyllim kapakun, e shtrëngojmë fort, e kthejna përmbes, edhe mandej do t'i vendosim në një batanie, pra i mbulojmë mirë me diçka të trash, i afrojmë afër njëra tjetrës, edhe kjo ndihmon që këto mos ftofen shpejt, pra, edhe 2 të vogla më kanë dalë, 2 kavanoza, pra 2 kavanoza nga 1 litër e gjys, edhe 2 të vogla me 3 kg domate. Tash po i mbuloj mirë edhe i la kështu deri të nesërmen. Ditën e nesërme i kontrollojmë a janë mbyll mirë, a janë vakumu, edhe po shikoni që janë vakumu për shkak se kapaku ka shku te poshtë edhe kjo pjesa këtu është e fortë. Edhe tash janë vakumu që shdohet, s'ka nevojë me i zi, por vetëm se do t'i lajmë në një vend të ftohtë, edhe në një vend të errët, kështu do ju qëndrojnë të freskëta deri në dimër, deri në 1 vit, por edhe deri në 2 vite, ka patur raste kur kam mbet në i kavanoz edhe kur e kam hap, pra nuk aprish. Kjo ishte receta për sot, e për më shumë receta aktivizoni zilen,
sepse kështu do të njoftoheni me të gjithë recetat e reja që do të publikojmë gjatë këtij muaji në vazhdim. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.